Thellësisht e tronditur nga lajmi i rënd i vrasjes së gjyqtarit të gjykatës së apelit Tirana Astrid Kalaja dhe plagosja e 2 qytetarëve brenda sallës së gjykatës, dënoi me forcë këtë akt barbardhune dhe shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e viktimës, kolegët e tij duke uruar shërim të shpejtë të lënduarve. Forcat e policisë së shtetit, të cilat duhet sqaruar për opinionin publik, se në bazë të ligjit nuk kanë asnjë përgjegjësi për kontrollin e hyrje-daljeve dhe sigurinë brenda godinave të gjykatave, kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje. Autori është ndaluar menjëherë dhe kemi angazhuar ekspertë të më të mirë për të kthyer në bashkëpunim me prokurorët për mbushjen e detyrave të ligjit nga ana e punonjësve të sigurisë së gjykatës. Ky reagim i Ministrisë së Brendshme të parës grua në drejtimin e dikasterit të sigurisë e rendit në vend që prej krijimit të shtetit shqiptar në 1912 bëri që Këshilli i Lartë Gjyqësor të ketë një tjetër qëndrim. Duke vlerësuar se gjykata i jakt objekte të një rëndësie të veçantë, Këshilli ka paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se mungesa e prezencës efektive të policisë në sallat e gjyqit krijon risk serioz për sigurinë e gjyqtarëve, stafit dhe publikut. Në shkresën numër 5489, fraksion 1 protokoll, datë 2/11/2023, drejtuar policisë së shtetit dhe për dieni Ministrisë së Brendshme, Këshilli ka kërkuar shtim të punonjësve të policisë së shtetit në ambientet e brendshme të gjykatave dhe sallave të gjykimit gjatë zhvillimit të seancave. Në përgjigje, në shkresën 9683, fraksion 3 protokoll, datë 11/12/2023, policia ka njoftuar se aktualisht e kemi të pamundur shtimin dhe planifikimin e punonjësve të policisë për sigurimin e ambienteve të brendshme të gjykatave dhe gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore për shkak të limitit të kufizuar të personelit policor. Pas kësaj përgjigje, Këshilli i Lartë Gjyqësor në shkresën numër 5489, fraksion 3 protokoll, datë 15/12/2023, i është drejtuar zyrtarisht Ministrisë së Brendshme, duke kërkuar ndërhyrje urgjente. Duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit të kërcënimeve ndaj gjyqtarëve, si pasojë e ushtrimit të detyrës, kërkoi marrjen e masave për shtimin e organikës dhe planifikimin e punonjësve të policisë së shtetit për sigurimin e ambienteve të brendshme të gjykatave dhe prezencën e tyre gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore publike. Të paralajmëruar apo pasiguri e përditshme është ajo që tregon edhe një shkresë të gjykatës së apelit ku u vra magjistrati Astrid Kalaja, të siguruar nga emisioni Fact Check. Kryetarja në detyrë, Valdete Hoxha, shkruan 2 vite më parë nëpërmjet kësaj shkrese se: "Më lejoni të ndaj me ju një çështje që për nga natyra e saj është adresuar edhe më herët së fundmi me rastin e zbatimit të hartës gjyqësore dhe suprimimit të gjykatave të apelit. Bëhet fjalë për sigurinë e gjykata dhe kjo duhet të jetë shqetësim për secilën nga gjykatat e Republikës. Ndonse mund të jeni njoftuar, më lejoni të rikujtoj se policia e shtetit ofron shërbimin e saj vetëm me një punonjës, i cili aktualisht qëndron në një prej hyrjeve të gjykatës, asaj ku hyn dhe del publiku dhe palët në procese. Ky punonjës nuk ofron asnjë shërbim në ambientet e brendshme të gjykatës dhe aq më pak në sallat ku zhvillohen procese gjyqësore. 2. Hyrjet e tjera të gjykatës duhet të mbikëqyren dhe kontrollohen nga punonjësit e administratës gjyqësore. 3. Sipas strukturës së miratuar, organika e gjykatës parashikon në total 5 nënpunës gjyqësor, nga të cilët 2 shërbejnë për kryer e njoftimeve dhe 3 shërbejnë si personel sigurie. 4. Përveç hyrjeve të gjykatës dhe ambienteve të tjera të shërbimit që duhet të mbikëqyren dhe të sigurohen, gjykata ka dhe 8 salla gjykimi. 5. Me gjithë numrin e vogël të punonjësve që duhet të garantojnë sigurinë, ata nuk kanë marrë asnjë trajnim për ushtrimin e detyrës dhe posaçërisht për menaxhimin e situatave të krizës apo të riskut. Të nderuar, ruajtja e rendit dhe sigurisë është detyrim pozitiv i shtetit me qëllim garantimin e jetës, shëndetit, të drejtave dhe interesave të ligjve të shtetësve. Përpos kësaj, detyrimi i përgjithshëm, shteti duhet të garantojë posaçërisht ruajtjen e rendit dhe sigurisë përgjatë procesit gjyqësor. Këtu duhet të mbahetur në konsiderat se gjykata është vendi ku bashkohen persona që janë në konflikt me njëri tjetrin, të cilët shpeshherë mbartin emocione dhe ngarkesa të mosmarrveshjeve, duke i manifestuar ato edhe në sallën e gjykimit. Në këto kushte, ekziston kurdoherë risku që reagimet e personave që aksesojnë në sallën e gjykimit të përshkallëzohen në atë masë sa të përbëjnë rrezik për personat e tjerë të pranishëm, qofshin këta persona të tjerë përdorrues të gjykatës, qoftë stafti administrativ gjyqësor apo dhe vetë gjyqtarët.